ky grup kapitulli 6, marrëdhëniet me jashtë, kapitulli 35 është përmend, unë po du më unoj pak të termat shumë specifik. Problemet të cilat Kosova ballafaqohet në çdo grup kapitull, jo vetëm grup kapitullin e parë, nuk janë diçka të cilat vendet tjera nuk përballen, ose nuk është diçka që vendet përpara se të hynin për vendet e fundit që kanë hyrë Kroacia në këtë rast Bashkimin Evropian nuk është ballafaqur me to, apo tash Shqipëria dhe Mali Zi që janë pak më përpara në proces. Këtu mendoj që është gjeneza. Pse duhet Kosova mi përsërit gabimet e njëjta për shembull që i ka bërë Shqipëria apo Mali Zi? Shpejtësia e Bashkimit Evropian nuk është e matur në numra, në kuptimin i ki 5 vjetë dhe përenda 5 vjetëve ki komi përmbush një plan të reformave, po kjo varet sa ti je i shpejt në përmbushjen e atyre. Në këtë rast, nëse për shembull integriteti apo çështjet e performancës me sistemin e drejtësisë që janë pika kyçe që janë diskutuar në Shqipëri dhe janë çështje të cilat sistemi jonë i përjeton në punën e tij të përditshme, pse atëherë Kosova nuk mundet me mësu prej asaj pike që gabimet e njëjta të mos përsëriten apo të merren praktikat më të mira, jo domosdoshmërisht të mësojmë vetëm pi gabimeve, po të merren praktikat më të mira që kanë funksionuar, të cilat adaptohen për nevojat e vendit tonë, në mënyrë që procesi jonë të mos jetë aq i gjatë sa ka qenë për vendet e tjera. Në këtë format atëherë, bashkëpunimi me institucionet si motra në vendet e regionit që vijnë pak a shumë me një background të njëjtë, atëherë mendoj që është kyç. Shkëmbimi i përvojave, Edmire përmend një pjesën që tha na jemi shumë mirë në administratën publike sipas sigmës, atëherë në këtë rast Kosova ka shumë me i dhënë Malit të Zi, konkretisht në pikën e matjeve që u përmend. Kosova mundet me qenë shumë më mirë në administratë publike, po mundet me mësu nështë shumë te pjesa e gjyqësorit prej Shqipërisë apo dhe prej Malit Zi, sidomos prej Malit Zi kur flasim për raste të hetimit, të korupsionit dhe të krimit organizuar. Kështu që është shumë real në praktik ky bashkëpunim, e di që i ka vështirësitë e veta, po besoj që kur ka vullnet punët definitivisht mund më bë. Tani nga perspektiva e administratës publike, zëdrejse Diu, son ndikon ky bashkëpunim rajonal në përmirësimin e kapaciteteve institucionale dhe në zbatimin e reformave dhe nëse ka ndonjë shembull që mundi më ndasi rezultati mirë. Sigurisht, po para se të përgjigjem kësaj, meqenëse se kishte një kështu back and forth me disa komente dhe çaj përket pjesës më jashtë, më mbledh vetëm disa sqarime mendojnë të nevojshme. Gjithsesi. U përmend plani i rritjes dhe vonesat, mendoj që nëse bëjnë vlerësim financiar ne dhe shtetet tjera, i fundit është 68 miliona, po, që i kam. Edhe nëse ne kemi pas vështirësi në kuptimin disa vonesat të ndërtimit të këtij plani të rritjes në kuvendin e Republikës së Kosovës, ne kemi zhvilluar një masë të madhe të punëve si administratë publike, ne nuk i kemi ndalë, të presim apo miratohet ose jo, apo aprovohet në kuvendin e Republikës së Kosovës, kemi ndërmarrë masat tona dhe veç jemi në fazën e parë të disbursimit të mjeteve të para, pra që kjo është shumë rëndësi të potencohet këto. Por kjo fol për një qëndrueshmëri të administratës publike si pikë e parë. Çështje tjetër, u përmend pakuja ligjore në kuptimin se ka shkuar në për kontekst të gjykatës kushtetuese. Mendoj që fillimisht shumë mirë është që kemi një mekanizëm siç është gjykata kushtetuese, e cila edhe aty kur mund të bësh gabime provon të përmirësoj dhe të marrësh mësimet e nevojshme nga gabimet që mund të bësh në hartim të legjislacionit. Por ama do të ketë parasysh vetëm një gjë. Ajo që njihet në kuadër të legjislacionit të BE-s, provon minimalisht të ndalet ndërhyrja nga niveli politik në kuptimin e planifikimit brenda administratës, ama e lëni të drejtë të plot të shtetet anëtare, të shtetet kombëtare secili të planifikojnë në kontekstin e tij lokal se si do të organizoj dhe funksionoj administrata publike. Në çfarë kuptimi? Nëse ne themi elementin e karrierës, te karriera pastaj këtu kemi dy pikë vështrime. Dhe shumë e rëndësishme të shpjegojmë që të dyja. Nëse ne themi se kemi mandatin dhe mandati pra 4 vjeçar i jep mundësi që dikush të ngritet në karrierë, kemi nga ata që mbrojnë këtë tezë dhe thuhet se kjo është mundësi e mirë e lëvizjes. Por e kemi grupin tjetër që thotë të rish pafundësisht në një kontratë të paafatshme brenda administratës, si e tillë është mundësia që të zhvillohesh në karrierë. Dhe është pyetja e thjeshtë, nëse un jam drejtor dhe kam një kontratë të paafatshme, apo
A ekziston mundësia që unë duhet patjetër të liroj pozitën vetëm nëse dalë në pension dhe pastaj dikush tjetër të marr pozitën time. Pra kjo është çështje pikëvështrimi. Po lajmi i mirë cili është këtu është kjo. Ne kemi diskutimet edhe me partnerët tonë zhvillimor. Dhe jemi duke pas një analizë tashmë të fundit të shohim kush janë nevojat për plotësim ndryshim të ligjit për zyrtar publik që një herë mirë të mbyllet kjo çështje dhe të mos hapet më për diskutim kuptimin e shkaktimit të problematikave. Dhe po, është edhe kjo çështje që do diskutohet. Pranimi të hapur për këtë diskutim. Mandati i ri kësaj ministrie, Ministrisë për Digitalizim dhe Administratë Publike, është pikërisht në këtë frymë, që të mos ketë diskutime të cilat mund të ikun publikut, mund të ikun diskutimeve të hapura, por jemi ato që të bashkëpunojmë të gjithë dhe të gjejmë mundësitë më të mira në kontekstin tonë lokal. A kemi mundësi të ngrisim karrierën, të cilat janë format e duhura. Nëse themi që patjetër qëndrimi është mbyllur ashtu, se vetëm largimi i mandateve mundson avancimin e karrierë, unë mendoj që edhe kjo është një qëndrim ashtu kundërshtues. Do të jemi të hapur që diskutojmë që të gjitha pra. Dhe kjo është një nga çështjet që ne duhet ta diskutojmë. Pastaj bashkimi i ministrive. Unë mendoj që kjo është në nivel politik, se nuk më takon edhe mua s'paku të jap një përgjigje të tillë meqenëse edhe pasi të bëj pyetje në zyrën e kryeministit atje. Ama ne kemi raste të vendeve të rajonit, vendeve të BE-s, që Ministria për Administratën Publike është provu të jetë bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, sikurse tek rasti ju. Nëse me formacion konkret Kosovës, po besoj që ka pas një populizëm që është po nga shumë parti politike që në kuadër të atyre kritikave për shpenzime, ministrisi në raport me Kinën, ti ekonomizojmë gjitha dhe ti kthejmë në një numër më të vogël. Duke i fuzionu, e kam pas që s'po funksionon, po që s'ka mujtë me funksionu, kanë mujtë me analizu edhe ma herët, edhe mësë me ingë se eksperimente heq, po ju ka dash për vota. Tash, kjo është një pohem që nuk mund të as të argumentoj, as të kundërshtoj. Mirë, po, që ka të thëmë, për ma në aspekt profesional gjithmonë, për jashtë të pozicionin që mbaj. Kur bëhet në bashkë disa institucione në këtë rast, sigur se këto ministri që mund bëhen bashkë, jemi prirë të besoj që po ka pas një analizë fillestare pse duhet bëhen këto dy ministri bashkë, ose duke marrë praktikat e tjera. Por nëse ke bëj gjatë rrugës se diçka nuk është duke ecë mirë, edhe pas 4 vitesh ti vendos që t'ja për shpikrisht fokusin në reformës të administratën publike. Që mali në pjesën e fundit e fjalisë të ti tha që nuk ka qenë të lashtë thjesht e bashkimi, por ndoshta tek prioriteti për një komponent të caktuar. Dhe nëse morëm ne prioritet rendin sigurinë, që ka qenë mandat origjinari i punëve të brendshme, dhe administratën publike, sigur që këtu dyja kur krahasohen në peshorit, sigur duket që është më e rëndësishme çështja e sigurisë apo dhe sigurisë anash pjesë administratës publike. Sot është çdo fokusi primar administratës publike, digitalizimit. Por mendoj që kjo është më i mirë elementi më kryesor dhe krucial që ka ndodhur me themelimin e kësaj ministrie. Sepse patjetër ne do të flasim për digitalizim proceseve dhe të procedurave. Ne kemi nevojë që të trajnojmë zyrtarët që të jenë pjesë e këtij procesi. Sistemet të komunikojnë njëra me tjetrën, të rrisim transparencën dhe të jetë e qëndërzuar reforma në administratën publike nga një ministri edhe cila u thishët nga ajo dhe provon të jap ato rezultate. Por kjo është e mira kësaj pune pse është ndarë, mund të ketë konsiderim të tillë që është vonë, ka mund të bëhet më herët, por po besoj që tani është një momentum i mirë pse është themeluar kjo ministri dhe çfarë fokusi do të ketë. Në anën tjetër, sa përket bashkëpunimit rajonal, po kjo është më së rëndësishme. Pra administratat publike kutën e për Ballkanin perëndimor nuk mund të funksionojnë nëse nuk bashkëpunojnë njëra me tjetrën. Nëse unë filloj një proces si shtet dhe pikërisht me ato që tha Venera, ato pika që unë evidentoj si negative, si problematike, provoj të ndaj me tjetrën dhe shtetet tjera mund të provojnë të mësojnë nga njëra tjetra. E rrit një farë konkurrence nga shtetet njëra me tjetrën, sepse kur raporton e këto forume ndërkombëtare të përbashkëta, sikur e rrit pastaj atë konkurrencën se ku jemi ne me performancë ku që nga një shtet tjetër. Kjo është një element pozitiv. Ne jemi pjesë e nismave rajonale, sikur është shkolla regionale për administratën publike, që është ekskluzivisht vetëm për administratën publike. Jemi pjesë e saj dhe në takimet të shpeshta që marrin qoftë në nivel politik, ku ka përfaqësim në nivel të ministrave, po ashtu nga administrata publike, ne provojmë të shkëmbejmë praktikat tona më të mira. Provojmë të ndjekim trajnimet e nevojshme dhe besojmë që në aspekt të administratës publike pak a shumë është gjendja e njëjtë në të gjitha administratat e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe Kosova për më tepër rasin konkret me Shqipërinë ka disa marrëveshje të dy qeverive, të cilat ndër të tjera është edhe pjesë administratës publike në shkëmbim të përvojave, po edhe në marrjen e modaliteteve më të mira që Shqipëria ka istutje. Me Shqipërinë di që është një marrëveshje e tillë edhe në nivel politik të dy qeverive, po edhe me shtetet e tjera kemi raporte të hapura dhe shumë bashkëpunuese. A janë të nevojshme këto? Padyshim që po. Dhe sfundi po ndaj një lajm kuptimi për shoqërinë civile, besoj që është shumë e rëndësishme. Ne si ministri përpas takimeve që i mbajmë të rregulla qoftë me Komisionin Evropian dhe në Këshillin e Ministrave,
kemi vlerësuar që shumë e nevojshme shoqëria civile të jetë pjesë e jona në kuptim të reformave. Jo thjesht ne përgatisim në lezë dhe kur e vendosim në konsultime publike, provon të jap komentet e saj, por të jetë pjesë nga fillimi i procesit deri në fund. Ne kemi provuar, kemi përfunduar një koncept not rreth krijimit të një forumi konsultativ me shoqërinë civile. Kemi pa ç'është gjendja momentale tani, a kemi nevojë të ndryshojmë diçka në raport të bashkëpunimit të plot me shoqërinë civile dhe shumë shpejt besoj që do të përfundojmë edhe një vendim me cilin ne kemi provuar të identifikojmë organizata shoqërisë civile me cilat mund të kemi bashkëpunim dhe në proceset sa përkot reformës në administratën publike jo dhe çështje të tjera, ne do të jemi të hapur bashkëpunues përmes atij forumi dhe bashkërisht do të provojmë secilin prej proceseve ta diskutojmë nga faza iniciuese e deri në fazën përfundimtare. Pra mendoj që është një element i mirë, shumë pozitiv, edhe që në ato vlerësime ndërkombëtare ku nuk vlerësohemi mjaftueshëm kuptim në raport me bashkëpunimin me shoqërinë civile, të ngrisim edhe këtë çështje, edhe po besoj që pastaj të gjithë bashku do të kemi ndoshta edhe ligje më të mira, edhe dokumente strategjike më të mira, do të provojmë të marrim edhe opinionet tuaja në faza fillestare, jo në element përfundimtar, sepse sot kështu ndodh. Por nuk kemi nevojë të marrim komentet tuaja në fund, por nga fillimi i procesit do të bashkërrugtojmë deri në fund të një procesi. Problem që është zgjidh edhe deri tash, po besoj nëse kish pas zbatim të kornizës ligjore, të pas një respektim të jo domosdoshmërisht në zbatim të kornizës ligjore. Ajo është dhe madje respektohet bukur fort, vetëm timi të qartë. Po,